Një moment i pazakontë gjatë një takimi zyrtar në Rom është bërë viral në rrjetet sociale, pasi kamerat kanë kapur reagimin e kryeministres italiane, Giorgia Meloni, në çastin kur ajo përshëndeti presidentin e Mozambikut, Daniel Chapo. Takimi u zhvillua në selinë e qeverisë italiane, ku kontrasti në gjatësi mes dy liderëve ishte i pamundur të mos vijë re. Pamjet tregojnë momentin kur Meloni afrohet për t'i shtrënguar dorën presidentit Chapo, duke ngritur shikimin drejt tij dhe duke buzëqeshur, ndërsa diferenca e madhe në shtatlartësi bie menjëherë në sy. Sipas mediave ndërkombëtare, Daniel Chapo, 48 vjeç, është rreth 204 cm i gjatë, ndërsa Giorgia Meloni ka një gjatësi rreth 158 cm. Diferenca e madhe në shtatlartësi ka bërë që fotografët të përballen me vështirësi për t'i futur të dy në të njëjtin kuadër, duke u detyruar në disa raste të ulen ose të shtrihen në dysheme për të realizuar fotografitë. Pamjet dhe reagimi i kryeministres italiane u përhapën me shpejtësi në rrjetet sociale, ku përdërues të shumtë komentuan momentin, duke e konsideruar atë spontan dhe njerëzor.